2 ditë pas së ngjarjes, policia e Tiranës ka reaguar zyrtarisht për zjarrin që përfshiu tregun uzina Dinamo në rrugën 5 Maj në kryeqytet. Përmes një komunikate për mediat, policia bën me dije se dyshohet që shkaku i zjarrit të ketë qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa prokuroria e Tiranës ka kryer veprimet e para procedurale, duke ngritur dyshime paraprake se ngjarja ka qenë aksidentale. Megjithatë, autoritetet theksojnë se hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave. Zjarri i rënë mbrëmjen e së njëjtës përfshiu 2 kapanone të tregut, duke marrë përmasa të mëdha dhe duke shkrumbuar rreth 100 dyqane. Plagët shkaktuan dëme të konsiderueshme me madhra dhe materiale të tjera, ndërsa tregtarët e prekur janë përballur me humbje të mëdha ekonomike dhe kërkojnë dëmshpërblim nga shteti. Organi i akuzës pritet të vijojë hetime duke analizuar pamjet e kamerave të sigurisë, si dhe duke marrë në pyetje tregtarët dhe persona të tjerë që mund të kenë ndjeni për ngjarjen për të përcaktuar nëse zjarri ka qenë aksidental apo i qëllimshëm. Fal izolimit në kohë të flagëve, zjarri nuk u përhap në kapanone të tjera të tregut, duke shmangur dëme edhe më të mëdha. Ndërkohë, një grup ekspertimi pritet të vlerësojë dëmin e shkaktuar, ndërsa mbetet e paqartë nëse tregtarët e prekur do të përfitojnë dëmshpërblim.